Pas rreshjeve intensive të shiut që përfshin vendin dhe shkaktuan përmbytje të mëdha në banesa, biznese dhe toka bujqësore, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi ashpër duke dënuar mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga qeveria. Ai e cilësoi këtë veprim si indiferencë njerëzore, duke nënvizuar se gjendja e krijuar përmbushet të gjitha kriteret për shpalljen e saj. Para kësaj situate dënoj me forcën më të madhe këtë indiferencë njerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, gjendje e cila ka tejkaluar, plotëson në këto rrethe të gjitha kriteret për të shpallur. Por kjo mos shpallje vjen për shkak se nuk duan t'i kompensojnë qytetarët për humbjet e tyre, sepse shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore detyron qeverinë të kompensojë të gjitha dëmtimet e krijuara nga fatkeqësia. Berisha bëri thirrje qytetarëve të evakuohen menjëherë për të shmangur rreziqet që paraqesin lumej të rrëmbyer. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi, vjosa, është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Reagimi i Berishës vjen pas komenteve ironike të kryeministrit Edi Rama lidhur me akuzat për menaxhimin e përmbytjeve, të cilat ai konsideron një tallje cinike.